Ndërkohë Filipi ishte njëri që este në ligjin e Atit, urdhrimet e tij, njëri devotshëm si puna Ananias, që Mesia viziton në vepra 22:12 për të shkuar dhe për të nxjerrë Pali Shaulin nga traditat e njerëzve, por Pali kishte strukturën e mirë, lavdjati të ligjit të përsosur që ai po praktikonte në mënyrën e tij, shumë i ndotur nga sekte dhe kulte të ndryshme të asaj kohe që i ke edhe sot në Shqipëri, do të shkojnë poshtë nga ana e Izraelit që vinë dhe influencojnë për planin e mirë pajisur të Antikrishtit. Ishim një apostull që ishte nën këmbët e Gamelias, që mësoi në këtë rast urdhrimet të Atit, ligjin e tij, por kishte disa tradite që duhet i heqte dhe tregon dëshminë e tij në Veprat 21, që masandaj kishte mira judenj, që thot Jakovi vëlla, shiko sa mira judenj që kanë besuar tek Mesia dhe ecin me zell ndaj ligjit. Nuk ishin me zell për të anulluar ligjin, po ta ecnin dhe praktikonin me zell ligjin, sepse nuk donin të mëkatonin kundra Atit të tyre, dhe tregon masandaj identitetin vetë apostulli Shaul Pali, e tregon në vargu 24 që dhe ai este bindur ndaj ligjit, duke shkuar në tempull, çuar ofertën për pastrimin e tij, që atë betim të Nazareut që ai kishte marrë sipas ligjit.